Me shku vetëm me një subjekt politik ose iniciativë, pothuajse është e pamundshme për Vjosa Osmanin, sepse kemi edhe 3-4 ditë nëse s'gaboj për të deklaruar partitë politike dhe koalicionet. Dhe sot pra jemi 3 ose 4 maj, pra është e pamundshme aq më shumë, po themi që vjen nga një pozicion jo shumë i favorshëm që ka pas mundësi me pas organizim politik. Partijak dhe në këtë kuptim nuk është shumë të favorshme them nga aspekti procedurave teknike për të nxënë afatet dhe për të garuar si vetme. Unë pajtona që ndoshta si vetme kish pas më shumë mbështetje dhe vota dhe kish qenë tamam matje e sinqertë dhe direkte për Vjosa Osmanin. Por gjithsesi edhe bashkimi me Lidhjen Demokratike të Kosovës, me që nga aty ka dalë, besoj që e krijon atë frymën e djathtë ndoshta, dhe në këtë kuptim ne e dim që Vjosa Osmani ka qenë një palë zgjedhje direkt në fushat me Albin Kurtin dhe ka korë një sukses të jashtëzakonshëm. Pastaj është shkput nga gara politike, por ka pas një pozicion të rëndësishëm, pra ka qenë presidente e vendit, dhe mos të harrojmë që deri në momentet e fundit dhe sidomos në momentumi jo shumë i favorshëm për lëvizjen vetëvendosje me u prish me Vjosa Osmanin, kanë qenë veprimet e saj na diplomatike kohën e fundit, pra takimin me Trumpin dhe iniciativat të ndryshme në forumet ndryshme ndërkombëtare, pra u po një figurë ideale për politikën e jashtme dhe ideale për presidentën e vendit. Pastaj kjo nuk i konvenoi dikush dhe prodhoi një garë të re politike. Them pra garë të re politike sepse në këtë garë, në krahasim me 4 muaj më herët kur ka pas zgjedhje, nuk shon ndonjë zhvillim të madh përjashtimisht pra këtë garën e re politike mes Vjosa Osmanit dhe